Klin, na kemi orë për arsye të padrejtësisë që po ju bëhet e prorëve tonë në Hagë. Edhe ata që të lirohen sa më shpejt. Për këtë arsye kemi dalën këtu, edhe padrejtësisht është të punu, ajo të punu jo në favorin e drejtave tona për ne që kemi luftue, po në favor të Serbisë është. Si e shihni organizimin e këtij tubimi kësaj proteste në kryeqytetin shqiptar? Pasi ka patur edhe kundërshtimet, themi kështu, për organizimin këtu. Po mirë, vjen mirë që i shoh kështu, megjithëse s'kan ardhur ende hala. Prisni të ketë pjesëmarrje? Po, edhe më të madhe presim. Po s'kan arrit, s'kan mri hala. Do edhe pak. Po. Faleminderit. S'ka përse, ja kalofshit mirë. Të shkurtër, si e shihni këtë organizim këtu në Tiranë? Çfarë konkretisht do të kërkoni ju dhe ku doni që të shkojë, le të themi, zëri juaj, zëri gjithë shqiptarëve sot, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, që kërkesat të dëgjohen? Çka me thonë, kjo është organizim perfekt, edhe ka duhet edhe më mëti më organizue, ky organizim, po mirë, po zëri i yni, do me thonë, i gjithë shqiptarisë mundi, me konë sa më të bashkum, sa më të afërt, jo me ju urrejt shlirimtarë që si për ju urrejmë politikaj disa në Kosovë, kjo është vdekje për ata njerë që të kuptojnë. Me ta prun lirin edhe me urrejt ato, edhe me thonë vdekje për neve është. Kjo është krenari gjithë kombëtare. Zeri i ju në duhet mund dëgju këtë botën, me jehuen këtë botën. Këtu është veni i Skënderbeut. Prej këtu duhet jepet mesazhi qartë që na luftojna për demokraci të Ballkanit edhe të Evropës edhe çdo kund. Pra, inshallah nuk na shtin detyrat këqija, nuk na i denojnë shlirimtarët se ka me na po sherrin këtë Evropa. Faleminderit për ju. Jo, nuk s'kam që me shtu ma shumë se që foli bashkëshorti, po i falenderoj shqiptare përgjithësi, ma Shqipërisë, e ka janë shqiptarë. Edhe ata që se përkrojnë, na vjen keq se ata nuk janë shqiptarë, po folin shqip. Çfarë do të thotë për ju ushtria qeverimtare e Kosovës? Shumë. Krenari kombëtare, një guerrilje si ushtria qeverimtare e Kosovës me arrit më bo aleat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, edhe me shliru vendin e Kosovës, do me Kalashnikovat të nërëshkt që kanë marrë nga Shqipëria në fillim. Kjo është ndjenë ma e madhe emocionale nuk o ku shkon. Me na i denun shlirimtarët, kurrën e kurrës nuk ja bojmë Allah. Po e dina politikën si e bojnë evropianët. Faleminderit. Po, iniciativa ka qenë e jemja, kjo iniciativë ka buru para një mujve, kur jam këthy pe Hagës me qita djem, unë jam këthy kryeministri, edhe kum pas kërkesën për shtetin shqiptar që të bën një protestë shumë të madhe këtu në Tiranë, mas Tiranës edhe një në Shkup, edhe kabineti tha do t'ja përcjellëm kryeministrit Edi Ramës, këtë mesazh tanin, edhe mas 2 javë diteve kur i kum pas që veç u dha lajmi që po bëhet kjo protestë e madhe, edhe kjo dëshirë po plotësohet, edhe tani kum vendosur unë në kamp përmendores Zahir Pajazitit, nis na kam të vi deri tek komandanti legjendar Adem Jashari. 2 ditë e 2 net kum udhëtu. Vetëm 3 vena jam nal ka 2 orë, se kum pas problem me kam edhe si jam nal kërkon. Policinë e shtetit shqiptar e falenderoj, se gjithmonë kum pas për kraje ndej kur kum rri në Tiranë, edhe popullin shqiptar e falenderoj shumë, e kum pas për kraje shumë të madhe për tyne. Kështu që unë ja kum arrit qëllimin, kur kena mujt në kohët luftës 98-99 me shku me armatim për Kosovë, kënena mu ka duk shumë letë. Unë ku marrë pjesën koshare, ku marrë pjesë thyrjen e kufinit shqiptar, që ato bo bashkimi. Tash po hi pakun politik, çka po thot Albin Kurti, jo bashkim kombëtar që e ka rrejt krejt popullin shqiptar s'ka. Bashkimin kombëtar e ka bën 99-ën UÇK-ja që ta djeme kanë bën me popullin shqiptar, edhe të Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës, që ato bo bashkimi kombëtar kur o thy kufiri shqiptar, që ajo bashkimi kombëtar, edhe kështu kena me vazhduna, po na jena për mbrojtjen e luftetarëve tonë, qlirimtar që gjindën në Hagë, me akt akuzat Beogradit fabrikunin nga Beogradi. Ata janë qlirimtar, nuk janë kriminal, ata do të mu lëshu, pa tjetër dhe kanë me ardhë shumë shpejt në Kosovë. Kështu që në qofë se...
Ajo gjykat e pa drejt, do me thonë gjykat politike është, qofse dënohen ata janë dënu edhe populli shqiptar, kërën të rrëjët shqiptare. Se veteran ka pas edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni, edhe në Malzi, edhe gjithkun ka pas veteran, na gjithë kena me konë dënun. Por na nuk do të lejojna me ndodha, ja? Se jena në gjendje me bo edhe ma shumë për ta. Se atje po mbrohet lufta e ushtërisë çlirimtare, po mbrohet që ky popull komplet ku janë. Faleminderit shumë. Agim Pllashniku, veteran i luftës i Kosharës. Respekt.